Për të ullur kohën e pritjes për ndërhyrje kirurgjikale për pacientët dhe për të qenë procedura më transparente, Ministria e Shëndetësisë promovoi një modull të ri për evidencë elektronike të ndërhyrjeve kirurgjikale jo urgjente në institucionet publike. Aty do të jetë disponueshme një listë ndërhyrjeve kirurgjike të planifikuara në sistemin shëndetësor me kategorizim të qartë të ndërhyrjeve. Me këtë rast, sipas ministrit Azir Aliu, më nuk ka hapësirë për keqpërdorime të termineve. Me këtë për herë të parë, në shtet, vendosim rend dhe protokoll të qartë në mënyrë të transparencës për të mbajtur evidencën elektronike të ndërhyrjeve të planifikuara në sistemin shëndetësor. Qëllimi është që çdo pacient të merr shërbimin sipas parimit, i pari që vjen, i pari do të shërbehet nga sistemi jonë shëndetësor. Deri më tani të dhënat e ndërhyrjeve kirurgjikale zgjedhore mbaheshin në sistemin terminim, duke lëshuar një referim për ndërhyrje kirurgjike. Megjithatë, sipas ministrit, janë identifikuar mangësi serioze në sistem. Rezultatet e bëra për analizë për vitin 2025 tregojnë qartë një dallim të konsiderueshëm ndërmjet numrit të udhëzimeve të realizuara, i cili është 58.648, të dhënat të cilët janë marrë nga sistemi terminim, dhe numri i operacioneve të realizuara, i cili është 93.510, të dhënat të cilët janë marrë nga vetë institucionet me kërkesën tonë. Nga çka tregon mos respektimin të detyrave të detyrimit ligjor që i kanë institucionet për lëshimin e udhëzimit specifik për operacion. Lista e pritjes do të përditësohet çdo 24 orë, gjë që sipas Aliut do ndihmojë në sigurimin që ata pacientë që vendosin të operohen privatisht në një klinik tjetër të hiqen automatikisht nga lista e pritjes në institucionet publike të kujdesit shëndetësor.